Përshëndetje të nderuar shikues. Shoqir Fetau, reisi i Bashkisë Fetare Islame të Republikës Maqedonisë së Veriut, ka krijuar një metodë të re të funksionimit të këtij institucioni fetar dhe shumë të shenjtë të muslimanëve. Shoqir Fetau nuk përgjigjet në pyetjet e drejtuara nga Tetova sot, po as që e hap telefonin. Kam tentuar disa herë që të marr një përgjigje se po neglizhohet rasti me Hoxhën Sabaudin në Ohër. Shoqir Fetau po e anashkalon çdo pyetjen tonë dhe nuk i përgjigjet thirrjes tonë telefonike. Pasi që numrin tim e kishe të regjistruar, tentova që ta thirr me një numër tjetër, e hapi telefonin e më tha se punët e Bashkisë Fetare Islame janë të nivelit të lartë. E po niveli i lartë i Bashkisë Fetare Islame kush na qen ka? Rastësi apo jo? Gjatë ditës së djeshme, gjatë një aksioni të policisë së Strugës, një imamit një xhamie në Strugë, imamit të Dolorgozhdës, i është gjetur marijuanë dhe armë. Dhe kjo është niveli në të cilin shoqir Fetau ndoshta na flet. Po të kthehemi në temë. Problemi i Hoxhës Sabaudin vazhdon të jetë në stand-by, sepse shoqir Fetau nuk dëshiron të zgjidhë këtë problem dhe as që i përgjigjet pyetjes tonë se çfarë don të bëj ai me këtë rast. Ju e dini që unë nisha në Miftininë e Ohrit dhe takova sekretarin e Bashkisë Fetare Islame. Në një pjesë të kësaj deklarate, sekretari i Miftinisë së Ohrit më thot mua se medhebi vetëm i pranuar i Bashkisë Fetare Islame dhe Miftinisë së Ohrit është medhebi Hanefi. Dëgjojeni. Mezheb i pranum Është medhebi i vetëm Hanefi në territorin e Maqedonisë është mezhebi Hanefi. Për të cilën Dhe ne në Ohër mundohemi të gjithë ata të cilët nuk i përmbahen mezhebit Hanefi nuk kanë vend. Para një jave në Republikën e Maqedonisë së Veriut ishte imami i Qabës, i cili nuk është i medhebit Hanefi. Imami i Qabës e pritën me shumë dashamirësi. Dhe ju nuk kishit asgjë kundër, keni diçka kundër imamit Qabës? Neve shqiptarët kemi edhe një traditë edhe hasmi kur të vjen te shtëpia, duhet ta presësh. Po. Domethënë, Edhe duhet ta nderojsh. Edhe duhet ta respektosh. Më thoni se imamin e Qabës e keni pas hasëm, po s'ja keni Jo, thënë? e kemi pas mysafir me këtë kategoritë më të larta. Ai është gabim? E pas kësaj deklarate kemi tentuar, siç thash disa herë, që ta komunikojmë reisin shoqir Fetau. Këto janë SMS-at të cilet i kam dërguar në WhatsApp reisit, janë thirrje telefonike të panumërta që jam munduar që të marr një prononcim prej tij në lidhje me rastin e Hoxhës Sabaudin, por reisi, siç thash, në një telefonat të fundit që ja bëra nga një numër tjetër, për shkak se numrin tim të telefonit nuk e hap, më tha se niveli i Bashkisë Fetare Islame dhe niveli i punëve në BFI është i nivelit lartë. Si kjo pra e kësaj punës me imamin e Dolorgozhdës. Përderisa një profesionist si Hoxha Sabaudin nuk lejohet që të ushtroj profesionin e tij, edhe pse ka diplom të cilën e ka marrë në vendet ku është themeluar Islami, ku ka lindur feja, ku ka zbritur Kurani, dhe lind një skandal ku një imamit të Strugës i gjendet drogë dhe armatim nga policia e shtetit, mund të paramendoni në çfarë gjendje është BFI-ja dhe në çfarë situate është Miftinia e Strugës dhe Miftinia e Ohrit. Më datë 16 shkurt 2026 në orën 10:30 në fshatin Podgorsk të Strugës, në punës policor nga policia kriminalistike pranë një sitit për punë të brendshme Strugë, e privua nga liria personin DR 28 vjeç nga fshati i njëjtë. Gjatë bastisjes në shtëpinë e tij të kryer me urdhër gjykate, ishin gjetur dhe sekuestruar marijuanë dhe plumba të kalibrave të ndryshëm. Pas dokumentimit të plotë të ngjarjes, kundër tij do të ngritet kallëzim përkatës, shkruan Ministria e Punëve të Brendshme. Reisi shoqir Fetau nuk kam çka t'i them, vetë se mediumi jonë është i hapur, i nderuar reis, për ju që të jepni verzionin tuaj se çka do të bëni me rastin e Hoxhës Sabaudin,
E çka do të bëni me rastin e hoxhës të cilit i janë gjendur drogë dhe armatim? I nderuar reis, situata në BFI është i nivelit lartë, në rregull. Me fat muaj shenjtë Ramazanit, paqja, mëshira dhe begatia Allahut qoftë mbi ju.